ky projekt ligj që po na paraqitet sot ne, në fakt është një dëshmi e qartë e dështimit të sektit Rama në qeverisje për të bërë drejtësi dhe për t'u kthyer pronat e tyre legjitime në mënyrë të drejtë, të shpejtë dhe dinjitozve pronarve të vjetër, të cilët kanë parë në këto vite të drejtat e tyre të shenjta të pronës private të mohuara, të shkelura dhe të abuzuara rënd. Vendimarrje të zyrtarit. Këtu bëhet fjalë të dashur pronar legjitim për një mashtrim që kjo qeveri ju ka bërë për 12 vjet. Dhe cila duhet të jetë masa e gjobës për këtë qeveri? Masa e gjobës është që ta flakni, mos ta votoni për zgjedhjet e 11 majit të vitit 2025. Dhe le të krijojmë në Shqipëri kulturën e ndëshkueshmërisë kur majoranca qeveria nuk përmban premtimet. Edhe ne kur të vim në pushtet, në rast se nuk do t'i mbajmë ato premtime që themi, në rast se nuk do ta realizojmë programin e emergjencës të 100 ditëve, është e drejta e qytetarëve për të larguar majorancën, është e drejta e qytetarëve për të reflektuar, për të mbajtur qëndrim. Një diskutant i majorancës, për të cilin kam respekt, përmendi një fjali të tillë që nuk është në plan të parë koha, por janë qytetarët në rastin e këtij projekt ligji. I dashur koleg, koha në veçanti në këtë projekt ligj, po dhe në të tjerat, është e lidhur drejt për drejt me qytetarët dhe është e lidhur me atë, si thot anglezi, time is money. Koha është flori. Dhe këtu vendimarrja shpejt, kthimi shpejt i pronës është vlerë monetare për gjitha pronarët të cilët ju i keni bllokuar, i keni denigruar, i keni mashtruar në këto 12 vite. Faleminderit.